Sepse Kosova është e pavarur, kjo është gjë e mrekullueshme. Shumë pak njerëz mund ta ndronin, jo ta mendonin. Besoj unë të pak. Unë për vete nuk e kam ndronë dot. As nuk e kam besuar fare që mund sulmoj Serbia nga NATO. Në momentin që dëgjova, ka qenë akşam kështu pak a shumë kur ran bombat e para, jam befasuar, nuk e besoja. Por ndodhi. Në Kosova është e pavarur. Kjo nuk është një gjë e vogël. Shqipëria është në NATO, Kosova është në një rrugë drejt demokratizimit, drejt lirive më të mëdha për njerëzit. Ka padyshim probleme të jashtëzakonshme, ato që tham. Problemet janë globale. Por do të kemi parasysh diçka, që është shumë e rëndësishme. Dakor, qeveria në Kosovë mund të jetë korruptuar, elita intelektuale në Kosovë mund të jetë korruptuar, elita në Shqipëri mund të jetë korruptuar, por janë disa gjëra që nuk zgjidhen edhe me një elitë të mirë. Varfëria është e pamundur të zhduket me një vit, me 2, me 5, me 10. Shqipëria apo Kosova apo Priksi Ballkani nuk ka qenë ndonjëherë në vend i pasur gjatë gjithë historisë. Qindra, mijëra vjeçare. Kjo është e rëndësishme të mendohet. Veç kësaj, këto janë rajone që vinë nga komunizmi. Komunizmi ka ekonominë e planifikuar. Dhe ekonomia e planifikuar shumë problematike. Deri në vitin 2000 mendoj se ishte e pamundur që ekonomia e planifikuar të shndërrojë në ekonomi të rregull dhe kjo të prodhonte të mira për njerëzit të largonte varfërinë. Zbigniew Brzezinski thotë, sukses ka patur vetëm Gjermania lindore. Vetëm ajo është ndërruar nga ekonomia e planifikuar në ekonomi të rregull. Por ajo në fakt nuk është ekonomia e planifikuar që shndërrohet në ekonomi të rregull, por një ekonomi e vogël që i bashkohet një ekonomi gjigande. Dhe absorbohet brenda saj. Si ekonomia e Gjermanisë Perëndimore. Pra duhet kuptu këto vështirësi. Duhet kuptu dhe vështirësitë që vinë nga komunizmi, nga këta njerëzit që edhe nga ne, gjithë kemi disa probleme që kemi me komunizmin. Për shembull, projektimi i fajit tek teatri. Është problem që vjen për mendimin tim nga komunizmi. Ne për gjithçka fajsojmë teatrin. Ose spionulliku, ose inati me fen, ka një inat me fen, shumë të madhe, kupto? Që është një servilizëm ndaj perëndimit, ose një servilizëm ndaj mos kuptimit të perëndimit në fakt, jo ndaj perëndimit. Ose kjo mania për prona e për pasuri e ku diun, domethënë, që janë çështje, kështu që duhet kuptuar që këto janë probleme që duan një kohë të caktuar, duan një kohë realisht të madhe. Shqetësuese është që hapat e kemi shumë të vëgjël, jashtëzakonisht të vëgjël. Është e mundshme të jenë hapat shumë të mëdha. Është e mundshme që Universiteti i Prishtinës të ishte më i mirë këtë vit nga ç'ishte vjet. Në fakt nuk është më i mirë këtë vit. Është e mundshme që qeveria e Kosovës të jetë më e mirë këtë vit nga ç'ishte vjet. Unë nuk e shoh që është më mirë. Është e mundshme që gjykatët në Kosovë të jenë më të mira nga ç'ishin vjet. Nuk e shoh që janë më mirë. Në Shqipëri po njëjta gjë. Por edhe në entitete të tjera, gazdaria në Kosovë, është e mundshme të ishte më mirë nga ç'është vjet. Nuk e shoh më të mirë. Kjo është, po kjo nuk do të thotë se duhet biem në pesimizëm, fatalizëm. Jo, përkundër, duhet pa me realizëm. Duhet pa me realizëm që janë probleme shumë të mëdha që kërkojnë zgjidhje të mëdha.